Përshëndetje miq të dashur, faleminderit që edhe këtë pasdite ju keni ndaluar në ekranin tonë për të bërë pjesë e emisionit tonë të pasdites. Ora 5 starton tani dhe është shoqëruesi juaj si çdo ditë, duke shpresuar shumë që vazhdoni të jeni shikuesi tanë të rregullt dhe që t'ju kënaqni me programet tona. Do të kemi një emision shumë të këndshëm sot dhe një panel të veçantë. Do të kërkoja vëmendjen në mënyrë të veçantë të prindërve që kanë fëmijë të moshave të ndryshme, pasi tema sot ka lidhje me prindrit dhe me fëmijët, me prindrit, fëmijët dhe parat në fakt, pasi do të flasim për mënyrën se si duhet t'ia prezantojmë paran fëmijës. Natyrisht që nuk është e lehtë për prindrit t'i thonë fëmijës nuk kam para, nuk kam ç'të të jap, apo kur ai ka kërkesat e tij t'i thotë nuk kam mundësi të ta blej. Si duhet ta mësojmë fëmijën gradualisht me para? Gabim të japim para në dorë, me çfarë shumash duhet të mësojnë ata natyrisht në varësi edhe të moshës. Si duhet t'ia plotësojmë tekat dhe dëshirat që fëmijët kanë. Në fakt ne shqiptarët kemi edhe një traditë që në për momente të caktuara apo kur takojmë një fëmijë për herë të parë, fusim dorën në xhep dhe japim një 5000 lekësh apo një 10000 lekësh. Është e gabuar kjo apo pse jo? Fëmijët duhet kenë edhe parat e tyre për të kuptuar se cila është vlera e parave. Mirë, do të kemi goxha për të folur në këtë emision, kështu që unë doja që të prezantoja edhe juve me miq që tashmë janë ulur në këndin ton. Kemi një takim me prindër sot, sepse prindrit të ftuar kanë ardhur bashkë me fëmijët. I prezantoj së pari me psikologen klinike Manjola Baçi. Faleminderit që jeni në studio. Faleminderit dhe jeta. Përshëndetje. Është kënaqësi të kemi këtu, sepse natyrisht që kemi nevojë për këndvështrimin tuaj. Me siguri ka këshilla që vijnë shpeshherë si studimet bëra nga psikologët për dalë kështu edhe në konkluzione se paraja që në një farë mënyrë është shumë e rëndësishme, sepse është një mjet i nevojshëm për jetën. Si duhet prezantuar tek fëmia? Me një fjalë të shkurtër, mund të themi një moshë të fëmijës, pra në një moshë e caktuar ku le të themi kontakti i parë me paran duhet filluar nga ana e prindit? Atëherë mosha është fillorja, nis që në klasën e parë që njihet me lekët, dhe aty ai prezantohet. Por që të fillojë njohja dhe pasja e parave është do të vi gradualisht. Jo e menjëhershme, sepse edhe fëmia nuk e kupton. Nuk e kupton. Mirë, do kemi goxha për të në këtë pjesë. Vazhdojmë më tej me prezantimin e panelit tonë. E ftuara e radhës është dietologi që ashtu edhe specialiste dobësimi. Ju prezantoj me Anila Kalleshi. Mirë se erdhe në studio. Kënaqësi që sot për herë të parë nuk do të kemi këtu si dietologe apo si specialiste për të marrë këshillat e tua në lidhje me mënyrën se si mund të mbajmë trupin në formë, po të kemi si maman e Frankit, i cili është 5 vjeç dhe Jaku është menjëherë për qafon mamin. Mirë se erdhe në studio, Franki. Franki e ka për herë të parë që vjen në një studio televizive, apo jo? Jo, Franki ka qenë edhe në një emision tjetër, po tek ora 5, po një vit përpara. Në fakt, më duket me sa më mbaj mend ka qenë një temë për vajzat, kush ka vajza botën ka. Kush ka vajza botën ka, po. Kemi qenë në një studio lëvizëse, jo si gjithmonë, nuk ka ndryshuar për vëllezërin e fare, shumë i lëvizshëm, shumë impulsiv si fëmijë. Franki, e ke mikrofonin aty? E ka Noeli. Franki, faleminderit që je këtu. Faleminderit. Ke para me vete sot? Ke lek me vete? A ke lek të xhepi? Jo. Jo. Mban zakonisht lek me vete? Mban lek ti? Jo. Jo. Nuk të jep mami? Do t'i heqi dorën për ta mbajtur vetë mikrofonin, po, më thuaj. Të jep mami një lek? I kërkon ti? Po. Për çfarë i dë? Çfarë blen me lekët? Për çfarë i dë? Çfarë do blesh? Çfarë blen me lekët? Me lekën blen lodra. Lodra. Blen gjëra? Po. Gjëra blen sigurisht, prandaj duhen të shkretat, po. Mirë, kaloj mikrofonën tek Noeli. Noeli është djali i Nevil Dedes, futbollistit të mirënjohur që ne e kemi sot në studio. Faleminderit Nevil që je këtu. Gjithashtu faleminderit edhe Noelit. Noel, ti sa vjeç je? 7:30. 7:30, pra je në shkollë. Në klasë të? Parë. Të parë. Ti kur iko në shkollë, merr lek me vete? Merr para me vete? Jo. Asnjëherë fare? Po. Po nëse do të blesh në një gjë si apo? Nuk merr lek me vete. Të jep mami për ndonjë frut, ndonjë ushqim me vete, zakonisht? Jo. Jo. Ja jep shkolla ushqimin gjithë. E kanë drekën të përfshirë në shkollë, kështu që
Ti nuk e nevojë të blesh gjërat të tjera? Ja. Ja. Pra ti nuk je mësuar me para? Po. Po. Nebil, faleminderit që je këtu. Ti ke 3 fëmija, po jo? 2 vajza? Vajza e madhja është Noeli, është dhe një vajzë tjetër më e vogël 4 vjeçare. Është Betina, është Noeli, është dhe Ebi. Që do të thotë eksperiencën me prezantimin e parave me fëmijët e ke patur edhe më përpara. Është vërtet. Është vërtet, unë mendoj që mënyra se si ja transmeton apo si ja prezanton parat fëmijëve është pak e koklavitur, po do të thoja që unë mendoj që ka nevojë që t'i kem parat të përdorur si vetë fëmijët pastaj e rrit vetë vlerësimin dhe kur dalin në jetë pastaj ndjen më të sigurt. Pra ti mendon që fëmia duhet të ketë një lloj informacioni se çfarë është një pavarësi se unë mendoj që gjithë jeta që neve na rrethon dhe ne në shoqërinë ku jetojmë, gjithçka ka të bëjë me anën materiale, domethënë edhe një marrëdhënie edhe ku unë kur vin në studio, kam leverdi që të vi në studio ju se duhet t'i bëj edhe publicitet vete si që leverdis dhe juve që bënë emision. Pra në një farë mënyre e gjithë bota do të lohet rreth materiales. Mirë, prezentojmë kështu edhe dimni keshat e fundit, me njërën ju njeni mirë. Re Prasere është në studion e emisionit Ora 5, është Silvana Baltador, opinioniste, faleminderit që je këtu. Dhe sot për herë të parë ka ardhur në këtë studio me Mabel, me vajzën e saj bukurose 14 vjeçare. Përshëndetje dhe faleminderit që je këtu Mabel. Ti je mosh më e rritur, që do të thotë edhe nevojat e tua për të patur në një para në përduar, sigurisht që vinë edhe rriten. Sigurisht që po. Ti ke portofol? Po. E mbush her pas here? Pa tjetër, mendoj një 10.000 lekë gjatë javës. Gjatë javës. Kjo është kuota jote? Po. 10.000 lekë në javë. I prisha, nuk i prisha, i shpenzove, nuk i shpenzove? Nuk kam më. Ndonjëherë po dhe ndonjëherë jo. Varet, do me thënë çfarë bëj unë gjatë javës, ku iki çfarë shpenzoj. Varet për çfarë të duan. Silvana, kështu e ke edukuar Mabelin? Mendoj që paraja dhe pse në vetvete nuk është një vlerë, por është një mace e vlerave, dhe faktikisht prandaj dhe lindi për të përcaktuar vlerën e mallrave, apo dhe të shërbimeve, pra vlerën e konsumit, i cili vjen gjithmonë i krijuar me mund me djers, në mos me mund me djers me punë të ndershme, pra vjen nga puna, që është një substancë shumë e rëndësishme njerëzore, qoftë dhe në rastet e punës së zezë ose e formave të tjera tangente të papastra, të formimit të paras, gjithmonë brenda ka një risk, ka një stres, ka një element psikologjik vërtet shumë të rëndësishëm. Kështu që paraja vlen shumë dhe vjen shumë e respektuar. Për sa i përket fëmijëve, do të thosha që kam qenë nëna më rigoroze për të mos patur para kesh me shumicë, për të pasur mjaftueshëm dhe nevojat e tyre në moshë minorene të plotësohen nga familja, nga unë, që nga veshjet deri te gjërat e tjera. Pra nuk i lë kur lek kesh më shumë se 10.000 lekë, në rast festash kuotën që duhet të bëj dhuratën, ose blihet dhurata, ose lekët kesh i jepen në zarg të shokëve të shoqeve, ose të festave që duhet paguar lokali, por unë nuk i lë asnjëherë lek me tepris, gjithmonë mjaftueshëm për të përballuar qoftë dhe maksimalisht, domethënë shërbimi maksimal që mund ketë lek me tepris, mund të jetë një 5.000 lekë të vjetra, më tepër se 10.000 lekëshi, për të paguar një taksi në rast emergjence kur unë s'kam mundësi ose bashkëshortit i marrin nëpër këto festat ose kurset etj. Kështu që unë jam që në moshë minorene, paraja e lëshuar në duar të fëmijëve është një abuzim, plus që është një risk në vetvete, jetojmë sot në botën moderne të qytetëruar, po për fakt të keq dhe të pisë dhe të korruptuar, më falin për mungesën e etikës në terminologji, dhe unë mendoj që është shumë e rrezikshme që adoleshentëve sot u lësh lek me tepric, sepse o do të pinë alkool, o do të marrin drogën, ose do bëjmë perversitete të tjera. Kështu që përderisa në momentin që ata menaxhohen nga hormonet dhe jo nga logjika, mendoj që është detyrë absolutisht me një rigorozitet. Unë jam shumë fanatike e kësaj gjëje për të mbrojtur fëmijët nga abuzimet që ndoshta edhe të tjerët mund të bëjnë ndaj tyre. Kështu që mendoj që para me teprit absolutisht jo. Absolutisht. Ti bëj një pyetje, mashkas. Po ta lësh fëmijën pa lekë ke 17 vjeç apo 19 vjeç, ai për shembull ka disa nevoja si e shef gjithë shokët e vet që mund të kenë mundësinë t'ia plotësojnë vetë, si do ndjehet fëmia jote, çfarë rrugë do ndjekë ai për të plotësuar dëshirat e vet. Atëherë, në Tiranë, unë faktikisht jam marrë me biznes, kam pasur para mjaftueshëm, por jo me tepris. Nuk diskutohet tani kemi para apo s'kemi para, diskutohet. Unë nuk më intereson fare nëse fëmia im matet me xhepin, me portofolin e një fëmie që krijon 100.000 euro në muaj, kur unë s'kam mundësinë. Dhe është një abuzim. Faktikisht ka qenë kolegj privat. Nuk është kjo logjika që po të pyes. Absolutisht që po. Fëmia duhet të ketë mjaftueshëm. Ka shokun e ngushtë. Dhe le të turprohet nëse shoku i ngushtë
nga familja merr çdo ditë mëngjes 50.000 lekë vjetra, që mua më duket abuzim i madh. Paguaj kolegjin, paguaj kurset, fëmia im nuk ka pse çdo ditë mëngjes ketë 50.000 lekë për të mburur të tjerë. Më vjen keq, paraja duhet të respektuar. Edhe kur është shumë, është më mirë ti bësh për pushime, për shkollat e fëmijëve, për t'i blerë një shtëpi apo makinë nesër. Paraja është liria s'tan posur monedhë. Kështu që absolutisht. Jo? Jo? Për mua liria është dimensioni i kulturës. Unë e mendoj ndryshe, liria s'tan posur monedhë, nuk e kam thënë unë e kam lexuar. Unë e thash dhe njerë, përsa i përket minorenve, absolutisht mund t'i lash atë para. Dhe është fakt që në gjithë botën nga sondazhet, fëmijët që marrin drogë janë pikërisht fëmijët në përgjithësi, që vinë nga prindrit me shumë para, të cilët krijojnë para dhe nuk merren fare me fëmijët, po thotë e heq fëmijën qafe ndodhet në Tiranë kjo. Ky është koncept tjetër që ti po diskuton, këtu po diskutojmë për tjetër gjë. Unë është një gjë që e kam prekur me dorën time, për 22 vjet eksperiencë në biznes. Dhe njoh biznesmen dhe gratë biznesmenëve, të cilët u lëm para fëmijëve, u blen dhe bërbëri dhe fëmijët i kanë në mëshirë të fatit. U vjen dhe dhjeta në kolegj, po u vjen dhjeta sepse kur janë 8 marset dhe festat e vitit të ri, dhuratat e mësuesve të këtyre familjeve janë prej 200-300 eurosh. Levin. Atëre që ta mbarosh logjikën sepse e lën në mes. Unë do të thosha edhe një eksperiencë tjetër dhe të më falni se u zgjata. Unë kam një djalë më të madh, 22 vjeçar, është student në Itali, i cili më merr në telefon për të prishur një shumë prej 30 deri në 50 eurosh për të blerë një bluzë një gjë. Dhe kam një djalë që është krenari jo e familjes, por në mënyrë shumë sinqert, kjo pa fare amplifikim, është krenari dhe e fëmijëve shqiptar atje, sepse studion inxhinieri, është nga studentët më të mirë që merr bursë maksimale dhe pavarësisht lekëve që ka në bank, ai merr leje për këto lekë që i ka krijuar dhe vet. Atëre, kështu që na mbaroj Nevili logjikën. Ti bëre gjithë pasqyrën e familjes tënde dhe më bëhet qefi që fëmijët i ke të mbar. Po diskutojmë për tjetër gjë dhe koncepti është tjetër. Si e shohim ne? Nuk mund tani merremi me historinë e shoqërisë shqiptare. Është e vlefshme që fëmijën të arrisim me vetbesimin e dur dhe me vetvlerësimin e dur apo jo? Ky është koncepti, mendoj unë. Po për këtë po diskutojmë. Ju po bëni historinë e familjes tuaj. Jo. Përderisa fëmia nuk është i aftë të krijojë paran, ai nuk ka se si të ketë këtë element, këtë lloj koncepti. Duhet atij që paraja krijohet me punë dhe me mund, pastaj për ta vlerësuar. Atëre, po si duhet t'ia shpjegojmë fëmijës këtë, sepse sigurisht që fëmia është mësuar që gjithçka ta ketë gati nga prindi, sepse është normale. Prindi është i prirur që t'i jap botën fëmijës së vet, mos i mungojë asgjë. Unë di. Kush është ai prind që nuk do i plotësonte të gjitha kërkesat me dëshirë të madhe? Psikologë mund di që fëmijët deri në adoleshencë e kanë shumë zhvillum unin. Do të thënë unë e dua. Po nëse ne vazhdojmë edhe mendojmë, siç na kanë rrit prindit tan, apo brezat para viteve 90, që na ka munguar gjithçka, dhe ne tani të mendojmë dhe të vazhdojmë mendojmë që unë si kam pas pse fëmia im ti ket, apo ta rris dhe unë siç u rrit fëmia im, më duket se ky është koncept totalisht i gabuar dhe ne jemi para viteve 90 nëse vazhdojmë dhe mendojmë kështu. Tani mundësit janë, pse mos i rrisnin fëmijët në mënyrë të shëndetshme? T'i japim vetë vlerësim në dur. Nuk po them t'i japim nga 1 milion, se nuk bëhet fjalë për vlerë monetare se do t'i japësh 1 lekë apo do t'i japësh 1 milion lekë. Nuk bëhet fjalë këtu. Bëhet fjalë në koncept, se si do ta arrisësh ti fëmijën. Unë këtë po diskutoj dhe unë mendoj që koncept, logjika e emisionit tuaj është kjo. Sigurisht. Prezantimi dhe mënyra se si duhet të edukohet fëmia me paran. Si duhet të arrisim ne si të prezantojmë lekët. Duke qenë se ke eksperiencën me 3 fëmijë të moshave të ndryshme. Pra kemi vajzën e madhe, më the 17 vjeç. Ku ndryshon mënyra se si ajo e trajton paran, apo le të themi shumë ai parave që ti jep vajzës, Noeli që e kemi në studio, dhe vajzës tjetër që është 4 vjeçare. Tani edhe nuk duhet përsëris atë që tha, nuk kam marrë që të bëj pasqyrën e familjes time, por do të thoya vetëm kaq, që fëmia im është i suksesshëm në shkollë dhe nuk kaq, i madh, domethënë që është Bledina, dhe për para nuk ka nevojë për para për momentin. Pse? Sepse i ka të gjitha tezauruar, domethënë të gjitha të plotësuar në kuptimin e mirë të fjalës. Ushqimi nuk i mungon, edukimin e dur po ja japim në shkollë dhe veshmbathjet janë në rregull dhe pastaj për mbrëmjet e shkollës apo kur del me shoqë me shokët, vlerat monetare që i duan, po të paktën nuk do i mungojnë kurrë. Se në fund fare gjithë ne prindë motivi jonë i jetës çfarë është familja, ndoshta unë mendoj kështu që familja për mua është e shenjtë, dhe unë mendoj dhe punoj vetëm për familjen. Dhe në momentin që mendoj punoj për familjen, duhet që çdo gjë mos t'i mungojë. Nuk mund të them unë tani që i duan 10.000 lekë në xhep apo duan 20.000 lekë, shifra nuk ka vlerë. Për mua ka vlerë që ajo kur dalin në rrugë ndihet e sigurt. Dhe paraja ta jep të siguri. Patjetër, t'jep dhe respekt në shoqëri. Kush nuk do ta pranojë është tjetër, pastaj hipokrit mund bëhemi, po që është e vërtetë, kjo është e vërteta, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën. Nëse ti je pa para dhe del në rrugë,
nuk të vlerëson njëri dhe të shef me një sy tjetër. Për qoftë se ai e di që ti ke një punë sigurt, ti je suksesshëm në jetë dhe ke të ardhura, atëherë kanë respekt gjithë njerëzit për ty. Kjo që në statusi. Kemi nevojë për ty. Unë kërkoj në gjithë pjesë. bisedë. Jo, nuk ka gjë, sigurisht. Atëherë. Po mund të thash, Manjola. Atëherë, duke e ndjekur me vëmendje në panel, unë mendoj nëse do arrim të edukojmë fëmijët me paran, atëherë po gabojmë. Çfarë do të thotë? Që në fillim ne I prezantojmë fëmijëve tanë që unë po shpenzoj për ty, shiko shkollën, se sa po paguaj unë në shkollë, shiko për veshjet... Po të mungon asgjë, po të blej këtë, te janë shprehje që prindrit I thonë rëndom. Pikërisht, Jo, veshjen... më fakt të ndërpres, unë nuk mendoj kështu që e prezantojmë ne. Ne I kemi detyrim me këto. Se ne prandaj e krijojmë familjen. Manjola po thot momentin që ti ja thua fëmijës, nuk mundem unë, as nga ana morale, as nga ana logjike, vetëm duhet të jemi pa ekuilibrum që ti them fëmijës, ore unë po të pagoj shkollën ty duhet mësosh. Prindi ja gjen në një mënyrë indirekte apo direkte dhe prindi ja thot që unë po të paguaj shkollën, unë po të mbaj, po të vesh, po të ushqej dhe po dalim së bashku për të blerë gjithçka që ty të nevojitet. Një fëmijë zgjuar përgjigjet në këtë mënyrë mo, jo baba më ke lindur ti dhe ke për detyrë morale që të më mbash. Nuk ke nevojë të më përmendesh. Edhe diçka tjetër. Ju thatë që ne huazojmë modelet e mëparshme të prindëve tanë. Për shembull, neve nuk na kanë plotësuar më përpara prindrit, sepse kanë qenë në një standard jetese, siç është edhe sot, por ne nuk e kuptojmë. Jemi në një standard jetese shumë... Atje prindrit dikur kur shkoje për vizitë tek një familje thonin se mos kërkosh gjë. Pikërisht. Dhe fëmia kishte frikë të kërkonte, kishte turp të kërkonte. Nuk e merrnin sepse neve nuk e konceptonim që ajo ishte me lek, nuk na prezantoshin të tilla gjëra. Domethënë prindrit sot thonë që unë nuk na kanë plotësuar prindrit tanë dhe unë do t'ja plotësoj deri në fund fëmijëve të mi. Kjo është e gabuar. Kjo është një klishe e gabuar sepse paratë sot nuk mund t'ja prezantosh fëmijëve sepse ka rreziqet e veta, të cilën nëse fëmijës do t'i hapësh një shumë 10.000 lekë, që përmendi zonja, është një shumë tepër e madhe për një... Për një vajzë 14 vjeçare? Po, patjetër. Po është në javë, jo në ditë. Është në javë, atëherë. Në fund javë, kur del. Sepse shpenzim, më falë të ndërpreva, shpenzimet e ditës janë të tjera. Themi në moment që jepet një liri për të ndenjur me shoqet në një bar. 10 dhe unë mendoj që janë dhe shumë, kur pagoj taksia ose unë e çoj me makinë. Atëherë mendohet që kjo shumë ezaurohet gjatë javës me familjen, me juve, dhe nuk ka përse është shpenzim, është tepër shpenzim i madh për një adoleshent. Pse? Sepse shikojnë në grup moshat e tjera, shikojnë pra njëri tjetrin atë që tha zotëria. Në momentin që ne shikojmë njëri tjetrin, kërkojmë pikërisht, kërkojmë atëherë më tepër, shumë më tepër, dhe kjo na gabon. Na çon në disa rrugë që pastaj fillon sëmundjet obeziteti, që fëmia ha pa kriter, sepse prindi e lë me mendime të sigurta që unë I kam dhënë lek fëmijës dhe unë nuk po gatuaj për të. Domethënë vjen shumë e shumë, bëhet varësi tek fëmia, prindi gjithashtu që krenohet që unë I kam lënë fëmijës, domethënë ka shumë e shumë. Do t'i zarrum pak më vonë. Do t'i pak gjitha pikat. Anila, në rastin tënd si ndodh? Franki I njeh parat? Frankli është më I vogël në fakt, nuk është se ka lek në përduar, por që unë jam një nënë e re, ndoshta jam shpejt, jo e re në mosh, por e re në eksperjenca e parë, çdo gjë është e re, dhe natyrisht nuk është se kam ndonjë eksperiencë shumë të madhe, absolutisht. Kam qenë gjithmonë me idenë që fëmijës tim dua t'ia plotësoj gjithçka. Në fakt punoj gjithë ditën dhe është arsyeja vetme ndoshta që punoj dhe dua të jetoj për këtë fëmijë dhe t'i plotësoj çdo kusht në fakt. Nuk do doja që fëmija im nesër të ishte një fëmijë problematik, një fëmijë që ndoshta të lastohe nga ajo që unë kërkoj t'i plotësoj gjithçka. Nuk e di nëse do arri, po shpresoj që të kem fatin ndoshta, që fëmija im të di vërtet vlerën e asaj që unë po bëj për të. Me sa shof tek Frankli nuk është se është fëmijë që e njeh vlerën e lekut, ndodh shumë shpesh që miket e mia, shoqet e mia kërkojnë t'i ofrojnë lek, t'i falin lek dhe ai nuk I pranon. Nuk është se e ka mësuar në fakt, por ndoshta nuk e di vlerën e lekut apo nuk e di. Nuk I merr. Nuk merr absolutisht asnjë lek. Domethënë kushdo të provojë të japi lek, ai nuk merr lek nga askush. Megjithatë, është një konsumator I tmerrshëm dhe në fakt konsumizmi më pëlqen. Më pëlqen që është fëmijë konsumator, besoj që ashtu siç konsumon, ashtu do kërkoj dhe të fitoj lekun në të ardhmen, shpresoj, por që
është natyrë që kërkon të ketë rreth vetes. Pra kur ju dilni natyrisht kërkon të blej dhe nuk është se nuk di të zgjedhë. Përpiqet të zgjedhë gjëra vërtet të mira, gjëra vërtet të kushtueshme, ndoshta është mosha që ai arrin të kuptoj pasi shokët e tij të gjithë në kopësht janë me Nintendo, me PSP, janë goxha dhe unë natyrisht dallimi nuk mund të krijoj dallim ndërmjet Franklit, e zëm që mos t'ja blej, mos t'ja bëj në qoftë se shokët e tij të gjithë. Jo. Nuk e blejmë dot, nuk kemi mundësi ta blejmë. Natyrisht që i them jo për gjëra që e shoh që nuk janë për moshën e tij, nuk janë për gjëra që nuk do t'i bënin mirë. Kapriçot e tepërta mundohem që mos ja përmbush. E zëm kishte një Nintendo të zezë, në kopësht ishte parë dikë që kishte Nintendo të kuqe dhe vetëm ngjyra, kolori i jashtëm jepte idenë që është diçka e re, diçka tjetër dhe më kërkoi një Nintendo të kuqe. U mundova, u përpoqja, ti mbushja mendin që s'kishte ndonjë vlerë ajo gjë që donte të merrte përpara asaj që kishte në shtëpi, por gjithsesi se di, përpiqem të bëj më të mirën për Franklin. Shpresoj të mos gaboj. Mendoj që lekun do ta ketë shumë vonë në duar, besoj. Sa vonë? Kë konsideron shumë vonë? Tani ndoshta të bëj parashikime, ndoshta edhe gaboj, por që të paktën ndoshta deri në 10 vjeç nuk do doja që të jepja lek në duar. Nela, kështu duhet? Në moshën 10 vjeçare mund të marri, meqense kemi prindër këtu që kanë mendime të ndryshme, dhe këto mendime le t'i ballafaqojmë edhe me psikologën për të parë nëse janë të vlefshme apo jo në mënyrën e prezantimit dhe të edukuarit të fëmijës me paranë. Nuk mund të themi absolutisht, sepse është e gabuar të shprehemi në këtë mënyrë, por që është e dëmshme. Nuk e edukojmë fëmijën. Fëmija Më falë, kush e thotë që është e dëmshme apo e gabuar? Kush e vendos të që e ndanë me thikë? Prandaj po të them, nuk mund të themi absolutisht. Edhe nga shparë që thatë ju është e gabuar. Kush e vendos të që është e gabuar? Kush është ai person? Mendjet e ndritura të planetit që ajo është psikolog. Të gjithë psikologët thonë unë mendoj. Që merren me zhvillimin psikomotor të fëmijëve edhe të letoritura. Thotë unë mendoj. Çdo njeri dhe çdo psikolog që është mendje ndryshe, unë mendoj thotë, nuk thotë ai që kjo është e gabuar. E ti nuk duhet ta bësh. Më fal, okay. Mund të them përgjigje. Atëherë, ajo që thatë është shumë e drejtë. Dhe ka atëherë, deri ku është e drejtë ajo që ju sapo thatë? Edhe ne kemi shprehjet tona dhe jemi njerëz mbi të gjitha. Atëherë, kur është e gabuar, është e gabuar. O kush e thotë që është e gabuar? Atëherë, kush e thotë? Ne shikojmë fëmijët sot se si po rriten ata. Hajde ma mush menen mu, e kam vajzën 17 vjeç, është e para shkollës, është e zonja në gjitha aspekte, komandon dhe grupin dhe gjitha, dhe nuk ka deviju kur njët. Pse më thutin mu që është e gabuar? Për çfarë arsye? Çfarë po të jepni u vajzës? Si lloj legu, ju thash, nuk ka. Në rregull, atëherë është e gabuar. Bëhet fjalë për vlerë materiale, nuk bëhet fjalë vetëm për lek. Po themi të njëjtën gjë. Ju këtë s'po më kuptoni. Jo. Këto e thatë juve, sepse vlera materiale unë e thash, çfarë konsumi të veshjeve i blen familja, po ushqyrit e tjerë. Po pra, nuk kemi kuptuar. Nuk kemi gjë po thuaj edhe të njëjtën që ne Edhe dashuria është materiale deri diku, që jap fëmisë tim. Se investoj dhe në kohë përveç ndjenjave. Materia ekziston. Në të njëjtën ndjenjë jemi, por që po thoni të njëjtën gjë, jo thjesht nuk keni marrë vesh. Ti po thuaj që nuk është e gabuar të mos i japësh fëmijës para, sepse e ke eksperiencën dhe sot vajza jote është 17 vjeç dhe nuk ka patur para në përduar dhe sot është shumë mirë. Ti thënë që po thotë dhe Manjola, pra, është e gabuar ti jepet. Ka pas para gjithmonë, unë mendoj që ka pas para gjithmonë, nuk i ka munguar ana materiale kur. Atëre, ka patur parat e saj? Apo ka patur... Nuk fiton dot para një fëmijë 17 vjeçar. Jo, të marra nga ju sigurisht. 14 vjeç vajza ime ka fituar para. Për shembull, në punë. Para të marra nga ju, po them. Jo, nuk është shfrytëzim minorem. Ti thua që vajza nuk e ka një kuotë të saj. Ka mundësinë të superoj moshën e saj në talent, në kompjuter, në art, dhe të paguar. Unë shumë mendoj. Absolutisht që po. Kjo është mendimi im. Vajza ime është paguar për reklam, për shembull për cigaret. Kjo është mendimi im. Kjo është mendimi im. Kështu që nuk është shfrytëzim, janë lekë që janë futur asaj në bank, në llogarinë e saj. Baruat. Vazhdoj unë, faleminderit. Unë mendoj. Po, Marina, pas të kalim pak mikrofonin tek. Atëherë, ta përmbyllim edhe pak.
nuk ka asgjë të mirë apo të dëmshme, do të thënë nuk duhet mësuar fëmijët me lekun. Nuk duhet mësuar, ta theksojmë, të fëmijët nuk duhet të mësohen me paran. Fëmijët e moshës 6, 7, 8... Të edukohen me paran është tjetër gjë. Është edukim që bëhet, që fillon që në shkollë, se kush quhet lekë, sa lekë është kjo, është tjetër gjë ajo. Po, të mësohen me shifrat, me buxhetin, kemi kaq, shpenzojmë kaq. Kjo është edukim. I prezentohet fëmijës se si ta fitosh paran, si fitohet paraja, duke studiuar, duke qenë në shkollë, duke vazhduar shkollën, i prezentohen shumë lloj mënyrash, por që unë do të jap kaq lek për të shpenzuar me ushqime që ne i dim që janë edhe shumë të dëmshme, disa ushqime që nuk bëjnë mirë për fëmijët, atëherë çfarë fitojmë në këtë rast neve? Jo vetëm ushqime, se ushqime është rasti më i mirë, po sot pjesa më e madhe e fëmijëve marrin para, shkojnë në internet, shkojnë në lojra të ndryshme kompjuterike, pra kjo është mënyra më e përhapur e shpenzimit parave të fëmijëve 7, 8, 9 apo edhe më të rritur. Po edhe një veshje ose një bizhuje, një aksesori jo përshtatshëm për moshën, të jetë konceptit tënë të kulturës, të edukatës dhe të etikës familjare dhe shoqërore, për mua përbën problem. Kur vajza ka pasur lekë shumë, ka blerë një gjë, që duke qenë me mua për shopping, unë i kam thënë jo, sepse nuk të përket ty kjo gjë, dhe ka ndodhur që mund ta ketë blerë. Ti do thuash një varse me një kafkë, ose një veshje hipie që mua më duket jashtë konceptit dhe formimit tim të etikës dhe të punës që bëjmë për fëmijën tim. Nuk duhet prezantohet në këtë mënyrë. Edhe në këtë rast është shumë e dëmshme, absolutisht. Ose të shkuarit në kinema për të parë grup, sepse dihet psikologja është më eksperte se unë, shoqëria shqiptare vuan nga ajo teoria e konsensusit dhe unitetit të rrem. Me që të gjithë bëjnë kështu, me që të gjithë kanë para, me që të gjithë vishen kështu, ose tërë fëmijët bëjnë këtë jetë, duhet ta bëjë dhe fëmia jote. Ndërkohë që ti aspiron dhe bën objektiva të tjera për fëmijën tënd. Këto janë zgjedhje absolutisht individuale dhe as pak kolektive, për mendimin tim. Nuk ka lidhje fare. Kjo është zgjedhje individuale e familjes. Po thuhet që prindi duhet të shoqërojë fëmijën në çdo hap, përderisa ne kemi të bëjmë me target grupin fëmijë apo jo. Të mos dalim nga tema. Pra aq kohë sa kemi të bëjmë fjalë për fëmijë, atëherë janë në mbikëqyrje të prindërve. Dhe kështu që të gjithë të shpenzimet do t'i bëjnë së bashku me prindërit. Nuk është e nevojshme që të jepet fëmijës para për të shpenzuar më vete, sepse janë të kota, janë shpenzime që do të sjellin vetëm në thonjza pavarësi, nëse do ta quajmë prindrit, por nuk është e tillë. Do të jetë kontrolluar. E kontrolluar, ajo del jashtë nuk e bën të ndihet keq një fëmijë ku diu në klasën e parë, të dytë apo të tretë, kur shokët e tij dalin në pushimin e madh, blejnë diçka dhe ai nuk ka para. Tu ngërçi Anile, sepse meqense e theksuam në fillim që krahasimi në këtë moshë sigurisht e kemi ne të rriturit, jo më fëmijët, që sigurisht fjalia e parë është ai e kishte, unë se kam, ai e ka çantën kështu, unë se kam kështu, sepse dihet që... Atër, to krahasimit janë bërë dhe kohë më parë, edhe në sisteme të tjera. Nuk është se ndodhi vetëm tani, por këtu është ngërçi, sepse ne shikojmë një lloj shoqërie që janë të gjithë njësoj. Duan të bëhen të gjithë njësoj, pra siç është fëmia ime, të arrijë dhe fëmia. Domethënë, kjo është një mendim i gabuar. Ka mbetur klishe, domethënë modele që prindi nuk i ka pasur më para, do t'i bëjë fëmijës së tij. Sot nuk janë të gjithë njësoj dhe ky është problemi i madh edhe për prindrit. Pra, frikrat se fëmia im nuk e ka atë që ka fëmia tjetër, sepse krahasim bën dhe prindi, jo vetëm fëmia. Atëherë prindi në këtë raste që ka informacion, që merr informacion me bollik, arrin ta kuptoj që deri ku ka kufi fëmia, deri ku do të shkojmë me paranë e tij. Pastaj kemi edhe shpërdorime të tilla që prindrit bëjnë me fëmijët e tyre. Janë abuzime më tepër. Abuzime. Është abuzimi që bëhet ndaj fëmijëve. Mirë, ne do shkojmë në një hapësirë publicitare, do kthehemi prapë për ta vazhduar bisedën, po do kthehemi menjëherë me një material në fakt i cili na sjell disa këshilla njëra pas tjetrës, që do t'i komentojmë këtu në studio, për mënyrën se si prindi duhet ta prezantojë fëmijën e tij me para dhe mënyra më e mirë që ai të kuptojë se çfarë është buxheti për ta menaxhuar atë, si duhet i shpenzojë, çfarë është e gabuar. Kemi një përmbledhje të shkurtër që do ndjekim pas reklamave për ta komentuar dhe për të vazhduar me tjera argumenta me të ftuarit tanë pas pak. Mënyra se si fëmijët mësohen me paran që në fëmijërinë e hershme të tyre ka një ndikim të drejtë për drejtë tek mënyra se si ata do ta shohin dhe përdorin paran gjatë gjithë jetës, cilat janë disa nga këshillat se si fëmijët mund të mësohen me përdorimin e paras. Paraja është përgjegjësi. Duhet i tregoni fëmijës suaj se të kesh para nuk është edhe aq e lehtë. Mësojini që asnjëherë mos të kërkojnë të shpenzojnë më shumë se sa kanë.
Filloni t'i mësoni fëmijës se si mund ta menaxhojnë buxhetin e tyre. Kur fëmia të fillojë të njohë parat, dhurojini një ark të vogël kursimi. Kur të dilni të bëni pazar, jepini një shumë të vogël parash dhe nëse kërkon të blej diçka, lëreni që të paguaj vetë. Mësojeni të dhuroj. Tregojini fëmijës tuaj se ka njerëz në nevojë, ndaj është mirë që njerëzit të ndihmojnë njëri tjetrin. Tregojini se paraja është një mjet. Mos i dhuroni para fëmijës dhe mos lejoni që as të afërmit tuaj t'i japin para. Fëmia duhet të mësohet gradualisht me paran. Mos filloni me shuma të mëdha, pasi kërkesa e tij do të vijë gjithnjë në rritje. Nëse fëmia juaj sillet mirë, kryen një detyrë që i keni përcaktuar, merr nota të mira e të tjerë, mos i jepni para. Më mirë gatuajini ushqimin e tij të preferuar, çojeni tek lodrat apo bëni diçka tjetër që ai do. Paraja fitohet me punë. Që fëmia juaj ta kuptojë këtë, mund t'i ngarkoni detyra të vogla me pagesë. Për shembull, të sistemojë dhomën e tij, të ujë lulet, të pastrojë e të tjerë. Disa këshilla të përmbledhura na kanë ardhur me anë të këtij materiali, të cilat ne do t'i komentojmë një nga një. Noel, mund ta marrësh pak mikrofonin, të lutem? Atëherë, ti e di se si fitohet paraja? Si mund të kesh para? Jo ti, po ne të rriturit. Ku i gjejmë parat ne? Si fitojmë lekët? Se bëjmë punë. Se bëjmë punë. Do me thënë ti e di që duhet punosh që të kesh para, po ja. Edhe ti e di. Do të pyes edhe ty. Kur ka qenë hera e fundit që ty të kanë dhënë para? Të dhuroj? Nuk e di. Kur merr nota të mira, të kanë dhënë ndonjëherë ndonjë lek? Ja. Asnjëherë. Por çfarë të thot mami ose babi kur ti thua kam marrë 10 sot? Asgjë. Asnjëherë. Po, kur vinë të tjerë në shtëpi, ku të unë teze, të gjallar, halla, nuk e di se çfarë ti ke, qoftë për ditëlindje ose për vitin e ri, ose për ndonjë rast të veçantë, të japin ndonjëherë lek? Po. Po. Ti i mban vet? I ruaj. I ruan. Pra ti mbledh lek. Ke një ark kursimi? Apo ke një vend tëndin që i vendos? I ruaj në një vend. Ke një vend tëndin sekret? Nuk e di njëri? E din. Mos ja tregon njeriut. Dhe pastaj kur i mbledh ato para, çfarë bën? Blej. Çfarë blen? Çfarë të duhet ty apo ja? Shumë mirë e bën. Felli, merre ti mikrofonin se dhe ti më the që ti ke ark kursimi? Ke një kuti, një derë kuc, ka zakonisht, ose një vend tëndin sekret ku ti çon. Kemi një ketër që vendos lek. Çfarë ishte? Një ketër. Ti ke ketër, nuk e derë kuc, shumë mirë. Dhe ti fut lek të ketri? Po. Po kush t'i jep ty lekët? Mami. Dhe pastaj çfarë bën? A hap ketrin apo duhet ta thyesh? Dhe ti pus të një vis. Dhe ti pusim brënda të ka pjesa. Aha. Mami Mila çfarë më tha që kur ty të japin lek ti nuk i merr. Kur ti japin shoqet e mamit i merr lekët? Jo. Na ka ndodhur në një rast, ndoshta 2-3 raste në fakt, kur shoqet e mia kanë tentuar t'i japin lek dhe Frenkli i ka hedhur në tokë duke i thënë që jo, nuk marr asnjë lloj leku. Janë ofenduar ndoshta, pasi kanë menduar se bën ndonjë gabim apo jo, i kam thënë jo, nuk është se është e mësuar, është thjesht diçka që Frenkli nuk është se ti e ke thënë si pranon. Megjithatë, po shikoja aq pari këshillat që ishin dhe Frenkli duhet të qenë rreth 2 vjeç, kur sapo futej nëpër supermarkete, merrte shportën që të mblidhte dhe bënte pazare vet. Më pëlqente shumë ky moment në fakt. Edhe më pyeste, mami, kemi qumësh në shtëpi? Nuk e di. Domethënë bënin pazare bashkë, por absolutisht asnjëherë nuk ka tentuar që të marrë një monedhë ndoshta për ta futur në xhep. Ndoshta nuk e ka ndjerë mungesën akoma të lekut, pasi ajo gjë ndoshta ndodh në momentin kur nuk do ketë mundësi për të bler diçka apo për të plotësuar një dëshirë të tillë, por që deri tani në këtë moment nuk është se ka tentuar ndonjëherë që të ketë prezencën e lekëve. Peli, të thot ndonjëherë mami që nuk e blejmë dot këtë lodrën sepse nuk kemi më lek, na kanë mbaruar. Të ka thënë mami ndonjëherë? Të ka thënë mami ndonjëherë? Po, të ka thënë. Po ti çfarë ke bërë? Ka këmbgulur në mënyrën e tmerrshme. Dhe ti pastaj e ke bler? Të lutem, sepse Frenkli
kërkon të blej ndoshta një lodër në 2-3 variante, në 2-3 kolore të ndryshme. Që ka mirë me kërkesa, të kuptoj. Dhe në fund ka përfunduar të lutem të paktën vetëm njërën. Në qoftë se lodra ka qenë vërtet që duhet të blije, duhet kishte vlera për të, qoftë për të zbavitur ndoshta, pse jo është marrë lodra. Për të plotësuar pse jo dhe dëshira. Mabel, të lutem, e çem pak mikrofonin te Mabel? Po. Po ti ke një kuti të ndën kur kursen para, ose një arë kursimi, ose një vënd të ndin ku ato para që të shpenzojnë nga kota që mami të jep të i ruan? Pa tjetër, kam një kanistër shumë të vogël, aty ku do me thënë kur harxoj lek në javë dhe më jep mami, unë i ruaj aty. Dhe në qoftë se do me thënë më... Nuk ka gjë, si të vima thuaj. Në qoftë se... Të duhet për të bërë në një shpenzim më të diçka që unë kam blerë dhe kursimi asaj, do me thënë, ka qenë më... Ajo gjëja ka qenë më e lirë, të kanë tepruar lek. I kam ruajtur aty lekër. I ka ruajtur, pra edhe ti ditë kursesh para. Manjola, nga ato këshilla që ne pam, ke diçka për të thënë? Okej, kalojmë te psikologja, që pam pak më lart. Do të kalonim edhe një herë një nga një. Pra ti mësosh fëmijës që paraja është përgjegjësi, është shumë e rëndësishme. Në cilët ishte forma më e mirë apo periudha më e mirë që fëmia të fillojë ta kuptojë që shikoj se kjo nuk është një letër çfarë do që ne e gjejmë apo na e japim, por na duhet shumë punë për ta patur dhe mënyra se si do ta shpenzojmë ka shumë rëndësi pra. Si ta kuptoj fëmia këtë? Atëherë, fëmija mësohet që në klasë pare, thash, me matematikën, me paran, dhe është përgjësi mësohet në mënyrat të tilla që, shiko, ti kur të rritesh, do të veprosh kështu si që kemi bërë dhe ne, që kemi ndërtuar këtë shtëpi, duke punuar, duke studiuar, dhe çdo gjë arrihet me dëshirën e mirë për të, jo për ta marrë apo për ta gjetur kollaj lekun. Domethënë kjo është ajo përgjësia që i tregohet fëmijës. Këtë ka dashur dhe këshilla që thotë që të jap. Për sa i përket të pjesës në vil ndodh që fëmijët bëjnë teka, kapriço. Patjetër, ajo është natyra e normale të çdo fëmijë. Ju si reagoni? Shumica e rasteve s'duam ne, mendoj për veten time, ja plotësojmë dëshirën. Shumica. Do diçka për të blerë, pra e dua. Ka dhe momente për shembull që vërtet ndjesh dhe vetë ngusht, po ka momente që nuk mund t'ja plotësosh atë dëshirë, ose ka momente që nuk vlen ajo. Diçka që është vetëm dëshirë. Se unë mendoj, diskutoj shpesh edhe me bashkëshorten time që fëmijët kënaqen, nuk ka rëndësi vlera se sa do bëjnë një mall apo një lodër. Apo një palë rrobë, një këmish apo një palë atletë. Rëndësishme është t'i blesh diçka. Po i bleve 2 gjëra sikur t'ja blesh edhe më të lira, do kënaqet më shumë. Unë kështu mendoj. Një pyetje kisha unë. Po, patjetër. Atëherë, me që dolët këtu. Atëherë, do të ishte mirë që të shpenzoni 2 fish, sepse nëse bëhet fjalë për një mall që është i dobët, për një lodër që është konsumi shumë. Parimisht, në familjen time është parimi malli lirë e shet shtëpi, ne mundohemi të blejmë malla shtenda, por unë kam parë ke fëmijët e mi që i kam blerë një gjë që duhet blerë dhe kam varë turit se kam dash 2 gjëra që nuk vlenë as pak. Kupton? Dhe pra, tha që të plotësimi dëshirave, të ka i lloj shpenzimi ju shkoni 2 fish. Dhe më thënë, edhe fëmijën nuk e edukoni me një mall të mirë, cilësor, por ndërkohë e edukon. Më kupton çfarë po them? Ajo ju kuptova shumë. Unë po them, po mundohem t'i blej një diçka që vlen. Nevili vazhdon të këmbgul tek shuma. Po t'i blesh 2 gjëra pa vlerë fëmijëve se është vetë natyra fëmijëve. Pra, Nevili do të thotë këtë, që fëmia kënaqet që ti t'i blesh diçka, ti bësh një dhuratë dhe nuk ka rëndësi shuma e cilat që ti shpenzon për një gjë të caktuar. Edukimi se si këtë duhet të marrë, këtë duhet të zgjedhë. Jo çdo gjë atë që kërkon fëmia duhet plotësuar. Po besoj se edhe kjo ka një moshë apo jo, kur fëmia fillon të bëjë përzgjedhjen e mallrave të mira cilësore dhe atyre më pak. E drejtojmë ne fëmijën se fëmia nuk di të zgjedhë. Ka të bëjmë me formimin si familje, ka të bëjmë me edukimin. Se çfarë ne i transmetojmë fëmijës që është e drejtë, se nuk bëhet fjalë vetëm tani. Pikërisht pra po flasim për punën e madhe të familjes. Pikërisht, ajo është epiqendra që drejton. Po nëse ne i kemi të gjitha të drejta dhe fëmijët i rrisim në mënyrë të drejtë. Pse s'duhet t'ja plotësojmë gjitha? Mund ma shpjegoni pak këtë?
Pse nuk duhet? Fëmijëve nuk duhet i plotësohet çdo tek. Qofse ne i rrisim në mënyrë të drejtë. Atëherë besoj se edhe kjo ka. Atëherë, sepse në vetvete mbartin shumë rreziqe, si nga ana shëndetësore, ashtu dhe nga ana fizike. Nga ana shëndetëore, nëse fëmia kërkon një patatim që cila nuk vlen zotëri, atëherë ka koncept në veshje dhe një makinë fundja. Del me fëmijët për të bërë një shëtitje. Ndalen në vitrinën e një dyqani dhe thot, dua këtë bicikletën. Ti nuk ke mundësi t'ja blesh. Ose ke mundësi, po thjesht nuk është momenti për të bërë atë shpenzim. Do ja plotësosh këtë kërkesë? Sinqeriteti është i tillë. Për momentin nuk kam aq para sa duhet, për shembull, dhe i them, nuk do ta blej tani, do ta blej më vonë. Po të paktën në momentin që do të jap fjalën, do t'ja blej. Pa do ta bash premtimin nëse ti e bën. Nëse është diçka që nuk vlen, i them, bab, kjo nuk bën. Pse do thot, pastaj fillon edhe arsyetimi. Dhe fillon dhe debati dhe logjika që kemi ne midis njëri tjetrit, sado që i kemi fëmijë të vegjël. Por ne familja ime, ne jemi të barabartë, jemi 5 dhe jemi të 5 të barabartë. Komunikoni me njëri tjetrin dhe flisni hapur. Manjola, e lam tek tekat, tek kapriçot e fëmijëve, tek kërkesat e tyre. Qoftë fëmijët që kemi këtu nuk janë mësuar me shumë para në përduar, por ama ka fëmijë që kërkojnë para, madje e njohin shumë mirë. Monedhat nga parat e letrës, shumat, kur i jep një shumë të madhe parash dhe kur i jep një më të vogël. Atëherë, si fillim teka i quajmë ne, i quajnë i rrituri. Fëmia nuk di se çfarë është. Ato reagimet që po bëhen, po. Pikërisht, pra ne stimulojmë, neve i them që dhe arrim pasaj që nuk ja plotësojmë sepse shikojmë që fëmia e kërkon me insistim, po fëmia nuk di se çfarë të zgjedhë. Prindi është ai që duhet ta distancoj, ta tërheqi. Përse jo, nuk bën asnjëherë, se po dalim në një temë tjetër, nuk bën asnjëherë keq që qaj fëmia. Nuk është e dëmshme kjo. Prandaj tekat shpesh shumë prindër i plotësojnë këto teka që ne po i përmendim, thjesht që fëmia të pushojë atëherë. Ne tërhiqemi që nuk duam të pyet fëmijën tim çfarë është e shëndetshme për të ngrënë. Ja, ky është 7 vjeç. Pyete. Atëherë zotëri atë ja jep prindit se çfarë është e shëndetshme apo jo, sepse fëmia nuk i di, nuk i vlerëson bar asnjësh. Varësi si ne i rrisim. Pikërisht, prandaj dalim përsëri. Në moment që ti e lë fëmijën, jashtë kërkoj ndjes. Moment që ti fëmijën e lë, se do ta lësh në komunitet. Do dali poshtë pallatit, poshtë nuk e di se si. Apo në një festë, kur të gjithë fëmijët, të gjithë kanë para, dhe ti që ke mundësi financiare, por nuk i ke dhënë para fëmijës, se thua të ndihet keq. Momentin që ti do t'ja japësh, ty do të marrë atë patatinën e skaduar, apo me konservant, apo një lëng, apo nuk e di çfarë, ose fëmia mund të ketë dhe probleme shëndetësore që i ndalohen disa gjëra. Dhe ky është abuzimi, pra. Abuzimi i parë është që godet pikën shëndetësore të fëmijët. E dyta, unë them që unë them që shumë mirë, jo mirë, por shumë mirë, që fëmijëve nuk t'i duhet plotësuar çdo gjë dhe kapriço. Jo në atë lloj kufizimi të menjëhershëm. Ajo vjen gradualisht. Nuk kupton çfarë duhet të them. Jo, mund ta kesh mundësinë shumë të madhe financiare. Shiko, ka familje që kanë mundësinë që kur fëmia merr patentën 18 vjeç, siç është rasti i djalit tim, nuk them që mund t'i blija një Ferrari, por dhe kur e ka mundësinë për t'ia bler 100.000 euro makinën apo 25.000 euro, unë me ndërgjegje të plot makinën e parë të vogël të përdorur, pse e para s'ka eksperiencën. E dyta, gjërat do të shkojnë standard. E treta, i kam ndërgjegjësuar fëmijët që duke qenë se gjithë gjërat do jenë standard, do bëjnë dhe pushimet, dhe me gjitha prioritet për moshën e tyre është shkolla deri ditën që shkëputen nga unë. Dhe me këto 100.000 euro pagoj më mirë shkollimin në universitetet më prestigjioze, jo se s'kam vlerë tonat, absolutisht, unë vetë jam që punojnë dhe në fushën akademike, për shkak të eksperiencës dhe të profesorëve që janë absolutisht të kërkimeve shkencore. Prandaj, plotësoj më mirë këtë, se sa t'i ndroj fëmijëve makinat, siç ndodh në Tiranë, që unë shoh teenager, unë shoh 22 vjeçar, 21 vjeçar që janë dhe burim aksidentesh, marrin qafë dhe tjerët, që janë me makina nga më luksozet, sa po jam kthyer nga Italia. Nuk ka makinat që janë në Itali, nuk i shikon makinat e Shqipërisë atje. Nuk shikon, njerëz që janë edhe akademik dhe kanë të ardhurat mira financiare që e kanë një mjet pune, orën dhe makinën. Këtu shikon student me orë që janë shumë të shtrenjta se të ata që merren dhe me biznese, për fat keq, sepse janë në show dhe janë me një status të rrem. Paraja është status, por unë për vete, më falni edhe një herë për mungesën e etikës, nuk e çaj fare kokën që të shkojnë lokal dhe ta kem statusin se e kam çantën 300 euro dhe kur të hap gojën të hyjnë atë kategorinë e femrave ignorante. Absolutisht. Nuk shqetësohem fare për këtë pikë. Apo të kem kputucët e Cezara Paçotit nga 900 euro dhe nga 800 euro dhe në fakt të kem turp të artikuloj fjalën unë apo fëmijët e mi. Nuk është ky statusi. Paraja jep një status ndonjëherë dhe të rrem,
absolutisht, njerëz që i mshojmë fasadës edhe të qenurit show. Ta kem shtëpinë me arkitekt, kem makinën BMW-n e fundit, kem këtë, kem atë. Unë e kuptoj që paraja është një mjet dhe konsumi dhe shërben edhe për të kryer faturat. Por deri në një pikë, për mua më duket amoralitet, bile abuzimi në këtë formë e paranë. Për ata që e krijojnë me mund dhe me djersë që thinjen në moshën 28 vjeçë duke punuar. Pastaj mund të ketë forma të tjera që mund t'i duket ai 1000 euro, sikur është 1000 lekë dhe ja jep vetë njeriu që i jep kaq shumë mundësi paras. Sepse ne kemi edhe mënyra të tjera që mund të zgjedhim, jo sepse parat nuk janë të domosdoshme, janë shumë të domosdoshme, por mënyrë se si ja prezantojmë janë prindrit, janë familjarët, sepse fëmijët edhe njëherë nuk e kuptojnë. Nuk e din se çfarë është e mirë. Po pra nuk duhet ta ketë gati, sepse edhe ai thesari i familjes që do ja trashëgoshti, ai sa ke për t'i dhënë, nesër para kesh të lira në bank, do t'i dhe është faktikisht shumë njerëz që vinë fëmijë nga familje të pasura që kanë pasur trashëgimi, kanë shitur dhe pronën nesër, se s'ka punuar ai. Shkon në bank, të rreq parat është në rregull, çdo tek, çdo kapriç, çdo luks, çdo udhtim e bën me paratë të tjerëve, të prindërve. Vërtet I takojnë atij. Prandaj nuk duhet lëshuar ai metri duhet të riqu, edhe lëshohu aq sa duhet të mjaftueshëm, të jetojnë me dinjitet. Këtu pra, ju po flisni vetëm për një krah. Ju po flisni vetëm për pasuri. Jo. Ti po bën reklamë pa çon, ju po flisni vetëm për pasuri. Shikoj se më akuzove edhe për familjen, ndërkohë që nuk është se thash në një, se po ti hyn pasaj këtyre gjërave hy. Nuk dim se ku dalim, më mjaftojnë diploma që I quaj pasuri më të madhe se paraja. Po ky emisioni këtu më duket për të gjithë s'ka lidhje. Po I pasuri jep shumë, ai më I varfër I jep, nuk duhet t'japi dhe ai më shumë se sa kota e duhur, kaq. Dhe unë them, mesazhi im për prindërit, të mos ofrojnë parë për fëmijët, nëse fëmia I kërkon veshjen Burberry dhe ai ka të ardhurat 500.000 lekë në muaj. Çfarë të bëj? Të edukoj fëmijën që të jetoj shëndetshëm, mirë me dinjitet, të jeti pastër. Për mua ka më rëndësi higjiena se ai fëmia që vesh Burberry në kolegj edhe ka çuar dhe parazitin, po ju them në mënyrë sinqert. Se nuk lan kokën se përton, edhe vë parfumin sprayin sipër. Po fëmia nuk e kupton. Pra si t'ia shpjegojmë fëmijës që ti nuk ke mundësi të blesh ato shtrenjtë, po ke mundësi këtë tjetër. Apo unë nuk të jap dot. Sepse jo çdo gjë është shtrenjtë, është me vlerë. Jo çdo gjë është shtrenjtë. Se shumë herë malli I konsumit në një dyqan luksi që pagon qiran 3500 euro është shumë më pak me vlerë se sa një mall që ndodh në dyqan në periferi, apo nuk e di se ku. Mendoj që përpara ke një fëmijë 6 vjeç dhe t'ia shpjegon këtë gjë. Në çfarë lloj forme do t'ia shpjegoje? Të mos I mungoj fëmijës asgjë, kaq. Fëmia 6 vjeç nuk e di që kjo etiketa Burberry vlen 200 euro këtu. Fëmia nuk e di 6 vjeç. Dhe duhet ta mbash larg ato tilla diskutime. Nila, si t'ia shpjegojmë fëmijës është që ne duhet flasim drejt për drejt me të dhe në mënyrë të sinqertë, që do thotë, kaq janë kufizimet tona. Ne do të përgjigjemi ty për aq sa ne kemi mundësi. Ai gjithë fjalin nuk mund ta kuptoj, por një pjesë të saj me siguri që e ka kuptuar. Pra të flitet hapur me fëmijën. Sepse edhe nga mënyra e të ushqyerit në familje, fëmia e kupton deri ku është, çfarë ka sot për të ngrënë. Sot në mëngjes, në drekë dhe në darkë. I kupton të gjitha këto. Dhe në mënyrën që ne do t'i drejtohemi që kaq janë kufizimet tona, nuk mund ta blerë sepse ti për të mosh nuk. Të lutem. E merr pak mikrofonin? Më falë, një që të flasim pak edhe fëmijët, se prandaj janë këtu. Ka shok edhe shoqe në klasën tënde që vinë me para me vete? Të ka zënë syri me para në xhep, në përduar? A lek me? Të lutem, mbaj pak. Pak më afër. Vetëm një. Dhe sa para I ke parë ti me vete që kanë përduar? 100 lek. 100 lek? Reja. Do me thënë 1000 lek. Të vjetra, 100 lek të reja. Brezi sot të flet me para kështu janë mësuar, Janë shumë apo pak për ty? Qa blehet me 100 lek? Ai, me 100 lek blen hamburger në shkollë. Pra prandaj I merr ato para për të bler hamburger. Ti nuk ke nevojë sepse ai ke drekën aty. Edhe unë kam bler një herë, po e kam lënë. Nuk kam bler më se nuk si ishte I shëndetshëm. Nuk të pëlqente ta haje. U bin që nuk ishte I shëndetshëm. Megjithatë e provoj një herë, hoqë me rakun. Mirë, do shkojmë në reklama tani. Kthehemi sërish në pjesën e tretë për të vazhduar bisedën pas. Jemi sërish në studio në pjesën e fundit e emisionit. Në fakt,
Do doja sërish, Mabel, dua të flasim pak bashkë tani. Të ndodhë, Noel, kanë pak mikrofonin të Bela, të ndodhë të ndonjëherë që paraja në rastin tënd të përdoret në formë shpërblimi, pra le të themi, nëse ti merr një notë të mirë, do t'jap kaq lekë që të blesh atë gjën që ke parë. Atëherë, mua nuk më ka ndodhur kjo, pasi më thënë mami më ka shpërblyer duke më bler një dhuratë, por asnjëherë me lek, ose duke gatuar diçka që unë kam shumë qef, me që ajo e ka dhe shumë pasion kuzhinën, dhe janë me të vërtet fantastike ato që bën mami im. Mami, more edhe një kompliment nga goca. Pra, që të t'jap kaq lekë nuk ka ndodhur ndonjëherë. No, nuk ka ndodhur. Anila? Shpërblimet e tua si janë, në çfarë forme? Jo, nuk është se kemi arritur deri në atë momentin ku Franki duhet i thuash që ndoshta kur të filloj shkolla, atëherë mund të filloj. Jo, ndoshta shpejt, por megjithatë thash kur ka pasur dëshirën për të pasur diçka, nëse e kam parë të arsyeshme që duhet ja blija, nuk e kam lënë pa e bler. Paratë si shpërblim, mënyrë e gabuar, sipas psikologëve, pra të premtosh para, por që fëmija të marrin një konkluzion, një përfundim të mirë të një provimi, apo të marrin një notë të mirë, nuk është rruga më e mirë e mundshme. Pse ndodh kjo? Sepse dalim në ato që ne i them pak më parë. Kesh nuk bën asnjëherë mirë, por duke shpërblyer në mënyra të tjera, duke e çuar të pushoj diku, së bashku gjithmonë me familjen, apo duke bler atë që i pëlqen, gjithmonë atë kufirin që i përshtatet fëmijës. Shpërblimi këshillohet dhe rekomandohet jo vetëm nga psikologët, por këtë e bëjnë edhe prindrit. E bëjnë shpesh dhe është e mirë që të bëhet sa më shpesh, të jetë e mundur. Sepse këtu arrim një feedback të mirë dhe një komunikim të mirë me fëmijën. Ti do bësh detyrën tënde sepse ke për detyrë për ta bërë dhe në fund të detyrës do shpërblehet, do të shpërblesh sepse e meriton dhe na ke kënaqur dhe ne shpirtërisht. Do të thënë në këtë lloj mënyre. Por jo që të kthehet një qëllim ky apo jo, që fëmia të arrijë vetëm që të përfitojë një dhuratë, një udhtim, një pikërisht pra jo çdo gjë të kthehet në abuzim. Do të mbajmë një balancë të tillë që të kemi një arritje të mirë. Kuptoj. Ndërsa një tjetër pjesë interesante në fakt ishte për mënyrën se si mund të mësohet fëmia me paranë, ishte kur të bëhet pazar, lejnë një buxhet të vogël parash me vete, dhe në momentin që kërkon diçka, i thua të dalin lekët për ta blerë me paratë që ti ke. Është kjo një formë sipas insertit të referuar materialit në fakt e mora spontan. Atëherë, deri diku është e mirë që ta marrësh fëmijën së bashku dhe të bësh pazar, ndërkohë që dhe ai mësohet me marrëdhënie me lekun dhe e shikon se si shpenzohen parat dhe shikon se çfarë mund të blesh me këto para, por që ti lësh lek në dorë, është edhe kjo një lloj shpërblimi, por që është shumë e kushtueshme, domethënë nuk bën një rrezik të madh fëmijën në këtë moment. Noel, edhe një herë mikrofonin, se kemi një mikrofon që po e rrotullojmë. Ti ke detyrat e tua në shtëpi, bën detyra, jo detyrat e shkollës, e kanë fjalën, ku diun ndonjë punë të vogël shtëpie për të ndihmuar mamin, apo je i vetmi çunet për këdhelin ty? Që mund bëj detyrat e shtëpisë. Vetëm ato. Vetëm mësimet bën ti. Për shembull, dhomën tënde kush e rregullon? Mami. Mami. Kur ti bën rëmuj me lodrat, kush e sistemon? Kur ti bën rëmuj me lodrat e tua, kush e sistemon? Mami dhe unë e ndihmoj mamin. E ndihmon ti mamin? Ke larë ndonjëherë rend? Jo. Ke fshirë ndonjëherë plurat? Jo. Jo. Çfarë të kujtoi babi? Burra nuk bëjmë punë. Kështu e keni mësuar, E po është gabim kjo. Kemi shumë femra. E po jeni të përkëdhelur se keni 3 femra në shtëpi juve. Na marrin me hatë. Merr edhe ti mikrofonin, më thuaj një çik, të jep mamin ndonjë detyrë për të bërë? Jo. Jo. Edhe ti pra nuk ke asnjë detyrë për të bërë në shtëpi. Ti ke bërë vetëm të luash. Vetëm një detyrë për të bëj. Cilat detyra ata? Kam sinjë në kopës. Asnjë fjalë s'të morëm vesh. Frengli të shkoj në kopësht. Kam sinjë atje, për zëshë s'mu bëjsh kërën për të mësuar të detyrave
Çfarë po thua, more? Prindi ka shumë lodra. Dhe çdo ditë... Ti, kur Frenki mbaron lojën e ti, sa orë do t'i sistemosh? Një katrahure vërtet. Silva, në insert sërish të tha që një loj shpërndarje detyrash apo ngarkese punësh mund t'i jepet fëmijës me një loj pagese, po themi modeste. Pra nëse ti bën këtë gjë, okej, do t'jap kaq para. Kjo ka funksionuar në kohën time. Faktu, me 3 motrat atëre dhe stimuloheshim me ndonjë lek të vogël që ishte atëre, më kujtohet 100 lekësh i vjetër që ishte shumë. E para kishim fatin e keq që tregu ishte bosh, dyqanet ishin të unifikuara, të standardizuara me 5 artikuj këtu, 5 këtu, 5 artu, blije i paltua dhe xhupi njërë në 2 vjetë, më kujtohet, në gjithë motrën që është 5 vjetë më e vogël se unë, dhe këpucët e tjerë në një stoli për ditëlindjen, gjëra që para i jepeshin kesh atëre. Para i jepeshin kesh sepse standardi ishte pothuajse i njëjtë i jetesës për shqiptarët, ishte një mesatare mirë, unë vi nga familje me prindër buxhetor intelektual, me rroga relativisht mira për kohën. Po sidoqoftë, mbaj mend që dhe ata kursenin, kishin llogarinë e tyre familjare, kaq do shpenzohet për të ngrënë, ishin shumë të vogla për detergjente dhe këto, sepse kostu në funksion të asaj çka merr ishte më pak se sa sot. Sot në përgjithësi janë produkte që vinë nga jashtë etj, të importuara, janë me çmim shumë. Për mua për shembull në shtëpinë time, kosto e detergjentëve është shumë e lartë, absolutisht. Për shtëpinë, për rrobat, për aromatikët, për të gjitha, sepse janë të gjitha produkte që vinë që andej. Kështu që kanë vërtet kushton sa një rrok, sinqerisht kjo gjë. Atëre shpërbleshin për notat, edhe për notat, mbaj mend nga babai, për hir të vërtetës, ndërkohë që sot unë për vete nuk e aplikoj fare, këto që të shpërblej me para, absolutisht. Në mënyrë të sinqert, me të 2 fëmijët nuk di për rezultatet në shkollë, ose qoftë edhe për kurset që kanë pasur, djali ka qenë në futboll, dhe në kurse të gjuve, po kështu edhe kjo në balet, dhe kur ka dalë mirë në shfaqe, ose kur ka prezent, etj. Absolutisht, çfarë ka marrë shpërblim nga institucioni që ka bërë sfilatën, ose konkursin, ose etj, i është marrë, i është dhënë në dorë vetëm në atë ditë, dhe sa kemi shkuar në shtëpi sinqerisht ja kam marrë, është kursyer dhe pastaj në një udhëtim jashtë ose këtu kur është bërë shoppingu, ky është fondi jot i parave që i ke merituar me punë, por që të jap lek për shpërblimet note, ndërkohë që ja kam kultivuar shumë mirë dhe jam e rreptë se theksoj këtë gjë, që shkolla, notat që marrin të larta, rezultatet nuk është një privilegj dhe nuk është për t'u lavdëruar fare, natyrisht, u duhet thënë fjala e mirë, por kjo është detyrë. Për sa kohë që janë student nxënës, detyra e vetme primare është të mësojnë dhe të lexojnë. Sepse ne kemi studiuar dhe me qiri në kohën tonë. Sot ne pagojmë para për kurset e tyre, për kulturën, për edukatën. Mua babai nuk më çoi as në anglisht, as në italisht, të cilët i kemi mësuar me sforcë shumë të madhe, me libra që qarkullonin ndërmjet njëra tjetrës shoqet. Do doja nga një fjali të fundit qoftë për mbledhse, qoftë edhe për këshilla nga ana juaj si prindër me eksperiencë, dhe në fund fare do e mbyllim bashkë, Manjela, për të dhënë edhe këshillat si psikologe. Silvan? Nëse do ta nisim bashkë. Atëherë deri në momentin që fëmijët trajnohen nga pikpamja profesionale, akademike, pra mbarojnë shkollën dhe deri në ditën e parë të shpërblimit financiar të punës në profesion, ta kuptojnë që duhet të harxhosh kohë, të shkosh në punë, të lodhesh, të stresohesh, të mos flesh, derisa të marrin atë rrogën e parë me mundin dhe djersën e tyre, unë mendoj që para kesh me tepric, absolutisht jo, është shumë e dëmshme. Gjithmonë pak dhe ja vlen kjo gjë, është më mirë të thash të investosh paran për fëmijët, për të shkolluar, për të jetuar mirë, të kënaqshëm, qoftë edhe me optimume për shumë gjëra siç janë pushimet, apo standardet e jetesës në shtëpi, qoftë edhe në të veshurat, për të pasur veshje funksionale, komode dhe të bukura, brenda një logjike dhe një çmimi të arsyeshëm, dhe asnjëherë të mos turprojnë prindrit për fëmijët nëse do t'i mungojnë ato etiketat e luksit dhe kur prindrit i kanë mundësinë, sepse fëmijët nuk duhet konkurrojnë me lukset në veshje, apo në makina, apo në gjithë aksesorët e tjerë me parate e prindërve. Mendoj që fëmijë mirë dhe prindi duhet kënaqet, është ai dhe konkurrues është ai dhe i pari, ai që është më i miri në rezultatet në shkollë, edhe pse ka atletet një firmë më pak, për nga cilësia dhe për nga çmimi, dhe ai që ka kulturën, që ka gjuhët, edhe që nesër do të jetë i aftë të krijojë para me shumicë. Faleminderit që ishe këtu. Bela, ke diçka për të thënë para se ta mbyllim? Ku na iku mikrofoni?
Që nga tek Manjola. Edhe njerë bëjmë një xhiro dorë më dorë, atëherë. Çka të fundit? Atëherë, mendoj do me thënë që një fëmijë me thënë pak të moshës time nuk duhet që të ketë para me shumicë, pasi sigurisht edhe është edhe e dëmshme, siç folëm këtu në emision. Dhe shumica për ty ku konsiston fjalia e fundit? Pra, si ke parë bashkëmesatarët e tu me sa para që të ka bërë përshtypje, sa shumë paska? Atëherë varet, sepse po nuk më ka bërë shumë përshtypje, pasi kur unë vetë jam mirë, që i ka me vete, apo që i mban me vete, se jo se ty të kanë munguar, po thjesht që prindri i ka dhëna që aq para. Ka shumë të ndryshme. Ka shumë vërtet ndryshme. Pra ne këtu po themi që nuk është mirë, po ama ka shumë prindër që i mbushin xhepat e fëmijëve me idenë që po patjetër, dhe për mendimin tim bëjmë shumë gabim. Faleminderit që ishte këtu, Bela. Faleminderit ju. Nevil. Pardon. Ke diçka për ta mbyllur? Unë mendoj që gjithçka është relative dhe secili ka një këndvështrim për mënyrën se si rrit fëmijët e tij. Di që kam lexuar diku, nuk është se kam shikuar që njeriu në karakter o është pozitiv o është negativ. Dhe pastaj me kalimin e viteve krijon dhe personalitetin duke u ndiku nga familja, nga shoqëria, nga media, nga femrat, nga shokët, nga shoqet, nga shkolla, nga shumë gjëra tjera. Dhe ai prezantohet në jetë. E rëndësishme është, mendoj unë, nuk ka rëndësi sa para ka në dorë fëmia im, po nëse unë e rris atë dhe të jetë një njerëz me karakter pozitiv dhe në jetë gjithmonë të jetë pozitiv. Ky është mesazhi që unë mund të jap miqve që në shohin. Edhe nëse ka para të paktën mos i kthehen kundër dhe mos ta dëmtojnë. Nëse ai është pozitiv si karakter, ai nuk mund të trashkasë kurrë dhe nuk mund të bëjë gabime kurrë. Dhe paraja nuk mund ta dëmtojë. Ka shanse paraja. Noel, ke diçka për të thënë para se ta mbyllim edhe ti? Çfarë do më thuash në fund fare, tani e mbyllim. Si u ndjeve këtu? Mirë, u mërzite? Pak, po. Shpejt ta mbyllim se s'kemi. Nuk u kënaqe? Nuk kënaqe. E po mirë, shoqër. Prenki, të iku lemza? Jo, akoma, nuk flet dot fare, A doni lekë? Sa skale, po japim shembull pozitiv. Jo, e tham që Prenki i pranon lekët, Po ka thënë, se kështu s'ta harxhon, të paktën ti bën tënden, i thua dhe e di që nuk i merr. Anila, për ta mbyllur. Shpresoj të bëjmë të mirën për fëmijën tim. Nuk e di nëse jam në rrugën e duhur, por që do përpiqem të bëj maksimumin për këtë fëmijë, natyrisht duke i plotësuar gjëra, po siç e shikoni dhe ju vetë, sot më ka bërë të pabërën në këtë vend, sepse është fëmijë shumë energjik në fakt, është një fëmijë që nuk është seri në një vend gjithë ditë. Edhe shumë mirë që është ashtu. Kjo është një dilemë e madhe, apo bëjmë e bezdishme për mua nëse ky fëmijë do rritej me idenë, me praninë e lekut në mënyrë që ai ta shpërdoronte në mënyrë të tmerrshme. Dim tashmë që ka fëmijë sa të duar që e shpërdorojnë, që prindrit kanë probleme shumë të mëdha me fëmijët në një moshë të rritur. Shpresoj mos kemi këtë fat, po mundohem të bëjmë maksimumin tim për t'i dhënë për të shembullin më të mirë tek fëmia. Manjola, mbyllim bashk. Atëherë unë i drejtohem prindërve të mos ndihen në faj për momentet ku nuk ja plotësojnë apo nuk kanë mundësi për t'i plotësuar fëmijëve, sepse në të tilla kushte jetojnë, por që të përpiqen që të mundohen të komunikojnë me fëmijën, të dinë si t'ja prezantojnë dhe ta menaxhojnë paranë. Gjithashtu edhe paraja krijon varësi, nëse do të ishte kundërta asaj që u tha pak më parë këtu. Pra, ta shikojnë prindrit që të kesh para dhe të mos kesh para, është po njëjta gjë. Domethënë kanë një njëjtin konkluzion, por që çka është më e mira është që para sa më pak dhe fëmia do të arrijë vetë kur ta kërkojë dhe ta kuptojë që ta fitojë me djersën e tij. Pra të përballet me jetën, me realitetin, atëherë fëmia do t'i japi rëndësi paras. Pra çkosa do drejtohet nga familja, fëmia do të abuzojë. Do shfrytësoj edhe familjen e tij gjithashtu. Faleminderit që ishe këtu. Faleminderit gjithëve, ishte kënaqësi. Po, të fundit fare, po shumë shkurt. Po. Babi Ja, mos e lavdro babin, ai s'është turp. A mos e thaj çunit ashtu është turp. Babi është më i miri dhe ai më plotson të gjitha dëshirat. Dhe ai është fantastik. Fantastik është babi në Vili. Faleminderit zemër. Mirë, mbyllëm këtë emisionin e për sot. Faleminderit gjithëve që ishit pranishëm këtu.
Ishte ky emisioni Ora 5 dhe për sot, shpresoj të keni qëndruar me ne dhe të keni ndjekur me vëmendje këtë bisedë në mënyrë të veçantë drejtuar prindërve. Mirupafshim sërish në Ora 5.